Java e 22 e Abisnet Superiore vë përballë Teutën dhe Vllaznin në një sfidë të rëndësishme për ambicjet e të dy ekipeve. Kuqeblut udhtohen drejt Durrësit, të motivuar për të konfirmuar momentin pozitiv edhe për të marrë rezultate maksimale në transfert. Në prag të ndeshjes që do të zhvillohet në stadiumin Niko Dovana, drejtori sportiv i Vllaznis Vjoresin Sinani u shfaq besim plot për paraqitjen e skuadrës shkodrane, duke nënvizuar përgatitjen dhe gjendjen e mirë të grupit. Një ndeshje mjaft e vështirë me një ekip të fortë. E dina që kena një përballje të ashpër që duhet me shku si gjithmonë që kena shku me 3 pikë, qoftë brenda, qoftë jashtë kena luajtur gjithmonë për 3 pikë dhe besoj se edhe në Durrës do të shkojmë për fitore. Durrësin e vlerësoj maksimalisht për çdo gjë që ka për ekipin mjaft mirë, por ne shkojmë për 3 pikë. Sinani u ndal gjithashtu dhe tek lëvizjet në Mercato, duke folur për afrimin e fundit Kevin Dodaj, i cili pritet të rrisë konkurrencën në repartin ofensiv dhe të japë më shumë zgjidhje skuadrës në fazën e mbetur të sezonit. Unë jam i kënaqur me stërvitjen e ndjenjave me trajnerët, me stafin dhe gjithë me përkushtimin e tyre maksimal që kanë pas gjithë këtë ditë. Na kena shkuar në Ulqin, kena shkuar në Velipoj, çdo gjë bëhet për të mirën e skuadrës. Unë jam shumë i kënaqur te përkushtimi i gjithë secili. Unë besoj se Dodaj e ka forcu organika ka në fort tham drejtën dhe Dodaj është gjithmonë një armë plus më shumë pasi është djali i shtëpisë dhe e njohim me detaje, besoj shumë që do ta ndihmojnë deri në fund. Sfida mes Teutës dhe Vllaznis pritet të dhurojë rivalitet, ndërkohë kuqeblut synojnë të kthehen nga Durrësi me një rezultat pozitiv për të forcuar pozitën e tyre në krye të rënditjes.